Shpejtësia te normave, drejtimi i mjetit nën efektin e alkoolit dhe mos respektimi i rregullave të qarkullimit vijojnë të mbeten shkaqet kryesore të aksidenteve në rrugët e vendit. Të dhënat e 6 mujorit të parë të vitit tregojnë një situatë shqetësuese me rritje të numrit të aksidenteve krahasuar me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në 6 muajt e parë të vitit janë regjistruar 698 aksidente rrugore, ku kanë humbur jetën 99 persona. Krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, numri i aksidenteve është rritur me 3%. Policia rrugore ka intensifikuar kontrollet ndaj drejtuesve që shkelin rregullat e qarkullimit. Gjatë kësaj periudhe janë arrestuar 910 drejtues mjetesh për drejtim në gjendje të dehur dhe 843 persona për drejtim automjeti pa leje drejtimi. Edhe statistikat e publikuara nga Instat për muajin maj konfirmojnë prirjen në rritje. Gjatë këtij muaji u regjistruan 133 aksidente rrugore, ndërsa 181 persona mbetën të vrarë ose të plagosur. Sipas të dhënave, në 94% të rasteve, aksidentet janë shkaktuar nga sjellja e drejtuesve të mjeteve. Më të përfshirët rezultojnë drejtuesit e grup moshës 25-34 vjeç, ndërsa e diela mbetet dita me numrin më të lartë të aksidenteve. Për të ulur numrin e ngjarjeve rrugore, policia e shtetit ka ndryshuar strategjinë e kontrollit. Patrullat e policisë rrugore nuk do të ndalojnë me automjetet pa një shkak të ligjshëm, ndërsa kontrolli në terren do të mbështetet gjithnjë më shumë te pajisjet inteligjente dhe teknologjia, të cilat do të evidentojnë në kohë reale shkeljet e qarkullimit, duke synuar ndëshkimin e autorëve dhe parandalimin e aksidenteve.